Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie sot do të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë dhe liri, prandaj komunikoni hapur me partnerin për të shmangur keqkuptimet. Në punë do të keni mundësi të shkëlqeni fal një ideje të re, por mos nxitoni në marrjen e vendimeve të rëndësishme. Shëndeti kërkon pak më shumë përkujdesje, sidomos në aspektin e energjisë dhe pushimin. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në kursime. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot në dashuri mund të lindin tensione të vogla për shkak të mungesës së vëmendjes, ndaj përpiquni të jeni më prezent për të dashurinë tuaj. Në punë do të përballeni me sfida, por këmbëngulja juaj do të shpërblehet në fund të ditës. Kujdesuni për dietën dhe shëndetin mendor, pasi stresi mund të ndikojë negativisht. Financat do të jenë stabile, por mbani një sy hapur për shpenzime të papritura. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në marrëdhënie do të ndjeni një afrim të veçantë me partnerin dhe do të keni momente të këndshme bashkë. Në punë do të keni mundësi të reja për bashkëpunime, ndaj mos hezitoni të merrni iniciativa. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të bëni aktivitet fizik për të ruajtur energjinë. Financat mund të përmirësohen nëse tregoheni të kujdesshëm me investimet. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Sot do të ndjeni më të hapur për të shprehur ndjenjat tuaja dhe kjo do të përmirësojë marrëdhëniet tuaja romantike. Në vendin e punës do të ndjeni presion, por me organizim të mirë do t'i menaxhoni detyrat. Shëndeti kërkon vëmendje, sidomos për ata që kanë probleme me gjumin. Në aspektin financiar, është një ditë e mirë për të planifikuar buxhetin afatgjallë. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri do të keni dëshirë për aventura të reja, por keni kujdes të mos lëndoni ndjenjat e partnerit. Në punë, kreativiteti juaj do të vihet në pa dhe do të merrni vlerësime nga kolegët. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për sistemin tretës dhe konsumoni më shumë ujë. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni rreziqet e panevojshme. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Marrëdhëniet romantike sot do të jenë të mbushura me harmoni dhe mirëkuptim, duke ju dhuruar qetësi shpirtërore. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të mira dhe do të ndiheni të vlerësuar. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Financat do të jenë në rritje të lehtë fal një shanseje të papritur. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot do të ndjeni nevojën për të qartësuar disa keqkuptime në çift, ndaj tregohuni të sinqertë dhe të duruar. Në punë, një projekt i vjetër mund të marrë drejtim të ri dhe t'ju sjellë përfitime. Kujdes me lodhjen, pasi trupi juaj mund të kërkojë më shumë pushim. Financat do të jenë të mira, por mos u tregoni të nxituar me shpenzimet. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në dashuri do të keni mundësi të thelloni lidhjen tuaj nëse tregoheni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm ndaj partnerit. Në punë, përkushtimi juaj do të shpërblehet me një propozim të ri ose avancim. Shëndeti është i qëndrueshëm, por keni nevojë për më shumë kohë relaksi. Financat do të përmirësohen fal një të ardhure të papritur. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në marrëdhënie do të ndiheni më të sigurt dhe do të përjetoni momente të bukura me partnerin. Në vendin e punës do të ketë mundësi të reja, ndaj jeni të hapur për ndryshime dhe sfida. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes, sidomos për ata që ndihen të lodhur. Financat janë të balancuara, por mos bëni shpenzime të panevojshme. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar.
Sot do të ndjeni të motivuar për të përmirësuar marrëdhënien tuaj dhe do të arrini harmoni me partnerin pas një bisede të sinqertë. Në punë do të keni mundësi të shkëlqeni dhe të fitoni vlerësimin e eprorëve. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin nervor. Financat do të jenë të qëndrueshme, por mos u largoni nga plani i kursimeve. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri do të ndjeni një frymë të re, sidomos nëse jeni në një marrëdhënie të re, por mos nxitoni me vendime të mëdha. Në punë mund të përballeni me vonesa ose pengesa, por këmbëngulja do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet. Shëndeti do të jetë i mirë nëse i kushtoni vëmendje rutinës suaj të përditshme. Financat mund të përmirësohen me menaxhim të mirë të burimeve. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot do të jeni të prirur të shprehni ndjenjat tuaja më hapur, gjë që do të sjellë afrim me partnerin ose miq. Në punë do të hasni një sfidë të re, por aftësitë tuaja do t'ju ndihmojnë të dilni fitimtar. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për sistemin imunitar. Financat janë të qëndrueshme, por mos merrni borxhe të reja. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.